Pasi keni njohuri lidhje me rastin e fshatit Bajsk, derisa kemi qenë shkëmbim zjarri me këtë grupin terrorist. Kemi qenë në shkëmbim të zjarrit. Në momentin që kena arrit me largu rështerin, është shfrytzu situata dhe janë afru, kanë gjuh granatën e dorës, dyshoj granatë dorës. Është shfrytzu situata dhe janë afru, kanë gjuajtur granatën e dorës, po? E cila për fat nuk e kalu kamion, por është aktivizu mi kamion, ku isha unë atë. Dhe kriz me detonimi i saj, ma ka dëmtu timponin e veshit tonë së djathtë. Ku edhe për këtë, do më thonë, kemi ende tretman mjekësor, pa pritmas e kemi ndëgju një shpërthim mrapa kamionov, detonim shumë i madh. Dhe pa u ndërprej zhurma e detonimit, kanë fillu shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit Bajsk. Pa u ndërprej zhurma e detonimit, kanë filluar shtëna të ndryshme të na sulmojnë drejtim nesh. Duke na sulmuar në drejtim nesh. Dhe nga ato, unë kam fillu t'i kundërvyem me armën time zyrtare, duke u tërhequr nga të dalë mbrapa kamionov të përdori si mburoj. Të dalë mbrapa kamionov të përdori si mburoj. Pas jam dalë mbrapa kamion të parë në anën e majtë rrugës që ka qenë i vendosur, ka qenë ma përpara, kam shqyquar mbrapa, nuk i kam vrejtër kolegët. Nga ato kam bërtitur me zë që a i një mirë se nuk e disha që ka ndodhë. Nuk i shisha kolegë, kam bërtitur me zë a i një mirë se nuk e disha çfarë ka ndodhur. Ato nuk ka morë përgjigje, nuk është lejmu kërkush. Atëherë pej kamionit parë dikon rreth 30 sekunde gjujtje që kisha shkëmbim zjarri me këtë grupin terrorist, kam vazhdu tek kamioni i dytë. Vetëm pak. Dhe pas 30 minutë, si 30 sekunda, pas 30 sekunda, kam kaluar tek kamioni i dytë mrapa, që ishte domuna i ka qenë ma për mas se kuj pari, dhe ato e kom vrejt dikun rreth 1 metër e gjysë ka qenë një kolegi i shtrirë. Rreth 1 metër e gjysë nga aty ka qenë një kolegi i shtrirë. Pasi që ishte i krusur, nuk ku mujt me identifiku kur e kom pa në fillim, por e kom thirë... Pasi që ishte i krusur, nuk ka mundur me identifiku. E kom thirë polic, koleg, por nuk është përgjigj, s'ka lëviz. Atëherë jam afru shumë shpejt, e ka pos dorën e majtë, kështu ka qenë një krysur, e kom kop dorën, atëherë e kom vërejt që është rështeri. E kom vendos dorën e djathtë në qafë për njëherë, me shqu se ako puls. Që është rështeri, vetëm nga datutën. E kam vendosur dorën e djathtë në qafë për të shqyquar se ako puls. Por për shkak gjutje, krizma nuk ka mund me kuptu. Për shkak gjutje dhe krizma nuk ka mundur me kuptu. Një kolege një nëshës, dhe më thonë, është mundu me ndezë veturën, por për shkaqet që të goditjes nga predhat e armeve, ka qenë jo aktive, dhe më nuk ka dhejse. Atëherë kemi kërku të del nga vetura, ky kolegë, pasi që kishte të shtënat të mëdho drejtim veturës. Edhe e lezë, peci e ka njoftu për ta morë veturën tonë, se ishte ta një ofër me vërhapu, me morë veturën tonë, edhe ka njoftu që janë qelësat në veturë, të më vesh. Ky kolegi një nëshës e ka morë veturën tonë dhe është ardhë tek unë edhe rështerë. Më ka thonë kolegë, s'po muna vetën me i vendosë në veturë. Atëherë kom kërku nga kolegë që ishin më lartë, të na asistojnë, të vinë poshtë, me na asistu deri sa të vendosën rështerën në veturë. Unë gjatë gjithë kohës. Derisa të vendosëm rështerën në veturë, presi unë gjatë gjithë kohës, po? Gjatë gjithë kohës kam qenë duke shkëmby
duke u gjuajtur me njësitin, me grupin terrorist, për shkak mos milion mu afru, ku edhe ata ofër njës kanë qenë pej 10 dhe 15 metra. Fshoti Bojsk është i rrëthum pej Është i rrethuar prej pjeshkve, është një nalësi, domethënë e banimit edhe shtëpia, është një nalësi e banimit dhe shtëpijave, ku ne ishim në log në pjesën të ura, që është eko vetëm një ndërsa hyrje. ne ishim në log të pjesën të ura, Të shtënat kanë ardhur, po thuaj se ma shumë se 20 vendeve, që kena mujtë mi vrejt, edhe Shtënat pse ka kanë qenë not. për më shumë se 20 vende të shkuar kena mujtë me vetë edhe pse ka qenë natë. Në bos krizma edhe do mund pej tytës kur të gjunë del zjarë, tu kemi mujtë mi vrejt. Armatim që është përdur ndaj nesh, nuk jam ekspert, po mund të them që është përdur pe armës më të lehtë deri te arma meron që përdoret për automjetet blinduar. Vetë fakti që është përzgjedhur ky fshat nga ky grup terrorist, na shtemi me mendu se ka qenë një grup mirë i organizuar, mirë i trajnuar, Organizu, mirë i trajnu, dhe shumë mirë i pajisur me armatim, gjë që na ka bëu me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet paraushtarake të Serbisë. Ndërsa sa i përket numrit, nuk jam i saktë me thonë, po mundet me qenë dikon rreth 50 persona që ka qenë. Mbrapa këtij grupit terrorist, mendoj që ka qenë një njeri me epitet të ta, me që ka epitet të ta, epitet të këta, dhe ky mendoj që edhe përmes mediave kemi kuptu se organizatori edhe bashkëpjesëmarrësi i këtij rasti ka qenë Milan Radojčić, ku edhe vetë e ka pranu